Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi së bashku edhe sonte në episodin e radhës të emisionit Z Podcast. Si çdo të premtë tjetër, duke filluar nga ora 20, keni mundësinë të përcjellni këtë emision në rrjetet tona sociale Bashkësia Islame e Kosovës në YouTube dhe Z Podcast në Facebook. Trajtojmë çdo herë tema interesante dhe pikërisht edhe këtë javë jemi përpjekur të sjellim një temë interesante dhe të nevojshme. Edukimi mediatik, rëndësia e saj, çfarë përfshin edukimi medial, pse është i rëndësishëm? E shumë pyetje të tjera, të cilat do t'i përgjigjet profesor Dr. Ali Dula, i cili është me ne në studio. Profesor, mirë se erdhët. Përshëndetje po ashtu edhe juve, mirë se ju gjej. Profesor, do flasim për edukimin medial apo mediatik? Medial. Medial është termi më adekuat. Media së bashku me dobit ka sjellë edhe dëmet e saj. Sigurisht që po, e para punës duhet të theksojmë domethënë si çështje jashtëzakonisht relevante se media ka pushtuar përditshmërinë tonë. Ne konsumojmë dhe harxojmë domethënë kohën më shumë me median se sa me familjar ose miqtan që kemi. Pra media na rrethon kudo, është kudo rreth nesh. Dhe duke filluar për shembull prej televizionit i cili pothuajse është bërë një antar i ri i familjes sonë, pastaj mediat sociale të cilat i kemi në çdo çast të çastshme dhe i kemi në xhep, e deri tek billboardet të ndryshme të cilat na japin përmbajtje ose mesazhe të ndryshme buz rrugëve. Pra media na bombardon, të themi ashtu, domethënë me përmbajtje dhe me mesazhe në çdo sekond. Po ashtu, media si faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në një shoqëri, gjithashtu mund të themi që na përcakton edhe çka është në trend edhe çka nuk është në trend, çka është e rëndësishme dhe çka nuk është e rëndësishme, dhe çka është e mirë apo çka nuk është e mirë. Shpeshherë media edhe na drejton koncentrimin ton, vëmendjen, fokusin ton, edhe percepcionin ton madje, se çfarë ka ndodhur dhe çfarë nuk ka ndodhur, sepse nëse ne nuk e kemi parë një ngjarje ose nuk e kemi dëgjuar, media është ajo e cila realisht na ofron mundësi që të njihemi me një ngjarje të caktuar. Dhe gjithashtu media e ka edhe një fuqinë ose magjin, ta themi kështu, se brenda një nate për shembull media mund ta bëjë dikë për shembull, mund ta ngritë aq lart, por edhe ka edhe anën tjetër të medaljes që brenda disa titujve për shembull në ndërfaqet e media mund edhe ta shkatrojë për shembull një personazh. Në shoqëritë bashkëkohore shumica e qytetarëve marrin informacion dhe gjykojnë për politikën ose për çështje të ndryshme sociale në shoqëritë ku jetojnë përmes medias. Mund të themi po ashtu nga hulumtimet që janë bërë, domethënë për përdorimin e medias, domethënë ose për përdoruesit e medias në botë, veçmas në vendet perëndimore, deri në 60% mesatarisht të rinjt shfaqen para ekraneve mediatike se sa në shkollë, ose ndryshe një hulumtim thotë që fëmia mesatar në vendet perëndimore konsumon 20 deri në 40% është ekspozuar domethënë reklameve të ndryshme. Madje thuhet që edhe fëmia 3 vjeçar, domethënë nga ky ndikim i madh mediatik mund ta identifikojë ose mund ta dallojë një markë të caktuar. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se në ekonominë familjare për shembull amerikane sipas hulumtimeve, fëmijët që janë nga mosha 12 deri në 16 vjeçare harxojnë për shkak të ndikimit mediatik që konsumojnë ata, për shembull markat ose brendet që i shfaqen para ekraneve të tyre mediatike, harxojnë nga 10 deri në 30 milion dollar në vit. Pra një shumë, domethënë, marramendse për shkak të ndikimit ose fuqisë që ka media. Gjithashtu mund të përmendim edhe anën tjetër të për shembull jo të rinjve tek gjenerata më të moshuara sipas hulumtimeve, thonë që të moshuarit pak a shumë janë më të matur, domethënë në sjelljet në sjelljen që kanë në këndvështrimin domethënë e përmbajtjeve mediatike dhe mundohen që të jenë më rezistent ndaj mediave ose ndaj përmbajtjeve mediatike. Megjithatë, edhe këta nuk është se nuk janë ndikuar, domethënë mosha e shtyrë ose themi më të moshuar, për shembull ata ndikohen për shembull në besimin ose bindjen që e kanë gjatë zgjedhjeve. Domethënë politikanët të cilët ju shfaqen shpesh domethënë me përeptime të ndryshme gjatë mediave janë të ndikuar domethënë pleqt ose nuk veshin domethënë rroba të ndryshme, por veshin rroba që shohin po ashtu edhe ata ose produkte të tjera etj. Pra, pavarësisht vendimeve racionale që ne mendojmë i marrim, domethënë kundrejt ndikimit të medias, sërish ne jemi të ekspozuar dhe bim në ndikimin mediatik sepse
mund të themi thjesht se jetojmë në kohën e sundimit të medias. Pra, bota sot që jeton në një fuqi të jashtëzakonshme, domethënë, të medias. Tani, nëse flasim për edukimin mediatik, çfarë në të vërtetë është edukimi mediatik? Unë mendoj që edukimi mediatik në shekullin 21 është forma më e rëndësishme e edukimit. Pse është forma më e rëndësishme? Sepse kompetenca për median në fakt është nevojë jo vetëm për të fëmijët të vegjël, por edhe për të rriturit. Studimet e komunikimit po ashtu tregojnë që edukimi mediatik po ashtu duhet të ketë një rëndësi jashtëzakonisht të veçantë për fëmijët e vegjël, sidomos që në kontaktet e para kur kanë për shembull përpara pajisje të ndryshme multimediale etj. Dhe para së gjithash kjo nënkupton që prindrit ose mësuesit në kopshte duhet i japin rëndësi jashtëzakonisht që në atë kohë, që në atë moshë, domethënë, edukimit mediatik, sepse fëmia që në atë kohë fillon që të ketë, domethënë, kontakte me pajisje me mjete të ndryshme multimediale. Dhe pavarësisht sistemit universitar, a është inkorporuar apo nuk është inkorporuar një lëndë të edukimit mediatik në një sistem, domethënë, të arsimit brenda një shoqërie, me të gjitha mundësitë dhe njohuritë që kanë ata mësimdhënës, duhet i japin dhe duhet i inkurajojnë nxënësit për edukimin mediatik si një nevojë e domosdoshme në shoqëritë ku jetojmë. Tani, edukimi mediatik ose njohuritë mediatike çka nënkupton kjo? Nënkupton qasjen, nënkupton analizimin dhe vlerësimin, si dhe krijimin e përmbajtjes mediatike. Pra, përdëruesit e medias, në fakt, qoftë të vegjël apo të rritur, në një duhet të kenë qasje dhe duhet të dinë të përdorin mediat. Kjo nënkupton që nëse marrim parasysh zhvillimet e hovshme teknologjike që çdo vit ose themi çdo ditë përditësohen, domethënë me përkryrje me përsosshmëri të teknologjisë informative, ata duhet i kryejnë, domethënë, edhe trajnime të shtesë të ndryshme në mënyrë që të dinë saktë ta përdorin media. Elementet bazike. Absolutisht, elementet bazike. Në dy, njohuria mediatike nënkupton edhe të analizojmë dhe të vlerësojmë një përmbajtje mediatike. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se duhet kemi qasje korekte në perceptimin dhe kuptimin e mesazheve mediatike, përmbajtjes mediatike, vërtetësinë dhe besueshmërinë dhe në fund të faktit ose të lajmit, dhe në fund po ashtu duhet të sillemi përgjithshëm konform këtij interpretimi që e bëjmë lajmin, domethënë nga media. Dhe e treta që jo më pak e rëndësishme që është të zhvillohet përmbajtja mediatike, domethënë si një element i rëndësishëm i komunikimit për përdëruesit mediatik, sepse përdëruesit mediatik, domethënë, kur krijojnë përmbajtjet e tyre mediatike, realisht luajnë një rol aktiv në shoqëri, duke dhënë edhe opinione dhe pikpamje të ndryshme, domethënë, për botën që e rrethon. Por, duke e ditur sot që kemi një mbivendosje të shumë të përmbajtjeve të ndryshme mediatike në kohën që jetojmë, domethënë në kohën e sotit. Dhe gjithashtu duke pas mundësi që të kemi një disponueshmëri të jashtëzakonshme në përmbajtje të ndryshme mediatike përmes internetit ose përmes telefonave celular, kjo do të thotë që edukimi mediatik edhe në sistemin tonë, domethënë, është jashtëzakonisht, domethënë, i rëndësishëm që të futet, domethënë, të inkorporohet në sistemin tonë të arsimit. Dhe forma të ndryshme të edukimit mediatik përfshin për shembull digitalizimin, internetin, qasjen në media sociale, në rrjetet sociale, po ashtu arkivin, filmin, librin, muzeun etj. Por edhe një element jashtëzakonisht i rëndësishëm që krahas edukimit mediatik, ne duhet të zhvillojmë edhe mendimin kritik mbi raportin që kemi me median. Dhe nëse ndalemi tash tek sistemi ynë, domethënë, ose i arsimit në Kosovë, e shihni të arsyeshme të vendoset si lëndë shkollore edukimi mediatik, profesor, përmendet që është një antar i familjeve tonë. Eksakt. Sigurisht që po, domethënë, madje mund të themi që duhet të futet jo vetëm si lëndë opsionale, sepse ka pasur disa iniciativa për të futur si lëndë opsionale në kuadër të sistemit të para-universitar, po flas në arsimin e Kosovës. Megjithatë, nuk është se është zbatuar, domethënë, realisht, domethënë, një iniciativë e tillë.
Por unë mendoj që duhet futet si lëndë obligative. Ju përmenda pak a shumë dhe elaborova pak a shumë fuqinë dhe magjinë që e ka media sot, sepse ju thash edhe për ripërsërisë edhe njerëz që jetojmë në kohën e sundimit të medias, duhet futet si lëndë obligative. Në sistemin e Kosovës ne kemi pasur për shembull një eksperiment gjatë gjithë kohës së pasluftës me gjithë sistemin e asim, duke u futur në kurrikula të ndryshme, duke krijuar pastaj edhe plan programe të tjera etj dhe mund të themi çdo 6-7 vite, domethënë ka pasur moduse të ndryshme të cilat janë detyruar mësimdhënësit e nivelit para universitar që t'i kryjnë. Ne për shembull për edukimin mediatik e di që ekzistojnë disa njësi mësimore, disa njohuri domethënë bazike, të cilat mendoj që tani më janë demode dhe të tejkaluara, që mësohen në kuadër të edukatës qytetare. Mirë po, kjo lere që nuk është e mjaftueshme, pra që është e pamjaftueshme për nxënësit të sistemit parauniversitar, është një nevojë e domosdoshme që të futet si lëndë obligative në mënyrë që raporti i informacionit, i lajmit me nxënësit, domethënë duhet të jetë domethënë në nivelin e dur që ta kuptojnë sakt mesazhin, që ta deshifrojnë domethënë informacionin sakt, në mënyrë që të kuptojnë sakt se çka është informacioni, çka është lajmi në këtë rast dhe çka është opinioni, ose funi ta ndajnë edhe pjesën tjetër, domethënë çka është një lajm i vërtet i sakt dhe çka është një lajm i rrem ose që shpeshherë domethënë në terminologjinë mediatike sot e quajnë si fake news. Pra, ky raport, domethënë i nxënësit me informacionin që e ka duhet të jetë në nivelin nuk mund të jem profesional, sepse nuk mundet brenda një lëndë të fundit të ketë profesional, por qasja e tij, domethënë në raport me informacionin me lajmi duhet të jetë në nivelin e dur, në mënyrë që të mos bie prej për shembull e dezinformatave të ndryshme, e keqinformimeve të ndryshme, e çinformimeve të ndryshme dhe pastaj çka sjell jo edukimi në këtë rast i kësaj pjese. Po për shembull, jo edukimi, domethënë i kësaj pjese sjell mas pari keq kuptimin e informacionit. Okay. Pra, dhe kur keq kuptohet informacioni, nëse kemi parasysh domethënë që rinia e Kosovës sot në raport me edhe vendet perëndimore ka një qasje të jashtëzakonshme, domethënë është mbi nivelin mesatar përdorimi, domethënë edhe në hulumtimet që janë bërë, përdorimi i media sociale sidomos, ku aty pastaj futen domethënë edhe rrjetet sociale, edhe portale të ndryshme etj, është 7 deri në 8 domethënë herë më i madh se sa vendet e tjera domethënë perëndimore që e kanë. Pra, po flasim për një përdorim të jashtëzakonshëm domethënë të rinisë të këtyre mediave sociale që shpesh i mbajnë në xhep dhe janë të qasme në çdo sekond. Dhe kur jo edukim mediatik për këto përdorime ekziston, sigurisht që pastaj domethënë keqinformimi, dezinformimi krijojnë pastaj edhe raste të tjera domethënë të dukurive ose fenomeneve të cilat përhapen bullizmi ose fenomene të tjera negative të cilat realisht shkaktojnë dëme dhe pasojë të jashtëzakonshme domethënë për brenda jetës rinore, por edhe për brenda jetës shoqërore në përgjithësi në vend. Profesor, përmendet edhe lajmin, perceptimin ndaj lajmit, cilat janë disa nga mënyrat që të dallojmë një lajm të rrem prej atij të vërtetit. Eksakt, pyetje shumë e vend. Para punës ne i jemi të ekspozuar në formimin e vetdijes tonë, domethënë nga lajmet. Pra, formimi i vetdijes tonë, domethënë shpeshherë nga ky plasim i jashtëzakonshëm i lajmeve, domethënë i ekspozohemi një formimi të vetdijes, domethënë që vjen nga lajmi, i cili ka një fuqi globale dhe e cila po rritet. Dhe ne për lajme, për shembull, në vend që të kemi një çast ose që të afrohemi lajmit në mënyrë kritike këtij realiteti, mund të themi, domethënë, shpeshherë si sillemi të hipnotizuar ose të dehur dhe e pranojmë si të mirëqen këtë realitet, domethënë duke qenë domethënë prej imazheve, e fjalëve të lajmit ose simboleve të ndryshme. Dhe kjo është domethënë një çështje e gabuar. Studimet e komunikimit tregojnë po ashtu që njeriu, domethënë fal këtyre domethënë plasimeve të lajmeve shpeshherë bëhet edhe një lloj qenie vizuale, domethënë i cili është kapur nga imazh, domethënë po flas për ekranet mediatike, përfshirë këtu domethënë edhe televizioni si një media e fuqishme në këtë rast. Dhe kur themi që po bëhet një qenie vizuale i kapur nga imazhet, atëherë themi që ka anën tjetër të kundërt, domethënë negative që e ul forcën e perceptimit individual në këtë rast. Që do të thotë se njeriu nuk ka kohë, as nuk ka më fuqi, domethënë që
ta bëj analizën e saktë dhe të thukt të fakteve dhe të bëj një hetim më të detajuar dhe më të kujdesshëm të lajmit. Pra po bëjmë pjesë e një realiteti fiktiv. Dhe nuk jemi vetëm spektator në këtë rast, por jemi edhe, ose vëzhgues, por jemi realisht edhe bashkëpjesëmarrës dhe aktor të tij. Dhe ajo çka është e rëndësishme domethënë që ta dallojmë këtë rast lajmit prej lajmit domethënë fake news në këtë rast ose lajmi i rrem, i cili shpesh domethënë nga teoricienët të medias dhe të komunikimit nuk bën domethënë që të përdorosh një term jo adekuat, domethënë si fake news, do ta shpjegoj pse është termi jo adekuat, është tek vërtetësia dhe besueshmëria e fakteve. Pra, kur kemi domethënë këto dy komponente, edhe pse bëhet fjalë për lajmin, domethënë edhe ato 5 pyetje të famshme të cilët e përbëjnë lajmit, po vërtetësia dhe besueshmëria e fakteve domethënë janë dy komponentet kryesore të cilët realisht e përbëjnë një lajm të vërtetë ose një lajm të saktë. Për sa i përket lajmit të rrem ose të fake news të cilën e përmenda më herët, është një lajm i cili është ambalazhuar ose i paketuar si lajm i vërtet, mirë po në të vërtetë nuk është lajm i vërtetë, sepse është lajm të themi i çrregulluar në aspektin informativ. Pse teoricienët të medias dhe të komunikimit shpeshherë nuk kanë dëshirë ose nuk duan që t'i quajnë si fake news, domethënë nuk është një term adekuat, për shkak se atë që e quajmë lajm i rrem ose fake news nuk është i gjithë domethënë i ambalazhuar si lajm i rrem. Në të ka një gjysmë të vërtetë. Dhe lajmi i rrem zakonisht përbëhet nga një gjysmë e vërtetë, pastaj inkorporohen opinionet të mëdha individuale, interesa të ndryshme konvencionale etj dhe ambalazhohet dhe trajtohet pastaj si lajm i vërtetë. Prandaj përderisa ka një gjysmë të vërtetë, domethënë mund të themi që ekziston një lloj çrregullimi informativ, domethënë në këtë rast i lajmit dhe i cili po ashtu përbëhet nga ta themi 3 koncepte kryesore domethënë si lajmi i rrem. Lajmi i rrem për shembull ka konceptin e dezinformimit, ka konceptin e çinformimit dhe ka konceptin e keqinformimit. Kur bëhet fjalë të dezinformimi, natyrisht ka të bëjë domethënë me një synim të qëllimshëm, domethënë për të dezinformuar dhe këtu përfshihen për shembull materiale të ndryshme audiovizive, të cilat realisht bëhen me qëllim të caktuar për të shkaktuar dëm e pasoja dhe për të dezinformuar, domethënë qëllimshëm, domethënë opinionin publik. Për sa i përket çinformimit, këtu në këtë rast domethënë kemi një lajm jo të vërtetë realisht, mirë po pa qëllime për të shkaktuar dëm. Për shembull kur jepen statistika të gabuara, mund të jepet domethënë raporte të ndryshme të cilat realisht janë pa qëllime domethënë të këqija, por realisht çinformohet opinioni publik dhe keqinformimi si një koncept tjetër i lajmit të çrregulluar informativ që në të vërtetë jepet një lajm i saktë. Nuk është lajm i pavërtet, por me qëllime domethënë të dëmshme për të shkaktuar dëm dhe zakonisht domethënë këtu kemi të bëjmë për shembull për lajmet të cilat janë më shumë domethënë private, ku jepen për shembull mesazhe të ndryshme private ose fotografi të ndryshme të cilat realisht domethënë shkaktojnë dëm domethënë nga privatësia që mund të ketë një person dhe pastaj shkaktohet për shembull një person i caktuar, një personazh i caktuar i cili mund të jetë saku i këtij sulmi të themi kështu informative. Natyrisht ka disa faktorë domethënë motivues të cilët e shkaktojnë domethënë lajmin e pasaktë ose lajmin e parem. Mund të jenë faktorë të ndryshëm politik, mund të jenë faktorë domethënë psikologjik, social, mund të jenë edhe financiar madje. Dhe kjo realisht domethënë përbëjnë domethënë një termet ta quaj domethënë në opinionin publik kur qëllimshëm domethënë krijohet domethënë një lloj mjegullnoje në mënyrë që të plasohet domethënë një lajm i rrem. Po ashtu sa është i arsyeshëm profesor pjesa financave, nëse një media është e përcaktuar prej financave të saj dhe një lajm i rrem është ai që determinon ndoshta pjesën e financave sepse është shumë më shumë i klikueshëm se sa një lajm i vërtetë. Në ç'kuptim e ke fjalën se nëse plasoj një lajm të pavërtet, ai klikohet shumë më shumë se sa një lajm i vërtet i rëndom. Dhe ai më sjell shumë më shumë të ardhura se sa një lajm i vërtet. Dhe rrjedhëmisht mund ta mirëmbaj një media shumë më mirë me një lajm të pavërtet. Eksakt, kështu është si thoni, por lajmet e pavërteta të cilat realisht financohen domethënë nga organizata ose subjekte të ndryshme realisht domethënë edhe lajmet e pavërteta domethënë e vërtetë që janë të klikueshme. Prandaj edhe financohen domethënë sepse lajmet e vërteta domethënë nuk është se kanë nevojë që të financohen sepse publiku domethënë i mirëpret domethënë lajmet e vërteta domethënë me një të themi domethënë me një jo vetëm me një dashuri, por i pret domethënë ashtu siç janë për t'u informuar objektivisht. Prandaj quhen domethënë lajmet e pavërteta, domethënë të çrregulluar informativisht sepse
në përmbajtjen e tyre, domethënë mban një gjysmë të vërtetë, domethënë të cilat dëshirojnë të orientojnë domethënë në publik dhe është më i klikueshëm natyrisht, dhe kjo pastaj sjell domethënë edhe defekte të tjera të cilat realisht pastaj janë ndoshta edhe shumë vështirë të riparueshme domethënë te opinioni publik. Edhe pse sot ka platforma të ndryshme domethënë të cilat mirën domethënë për ta detektuar realisht një lajm të pavërtetë, ka edhe webfaqe të ndryshme ose organizata të ndryshme të cilat janë gazetarë domethënë që mirën me fushën e gazetarisë hulumtuese, të cilat e vërtetësojnë saktësinë dhe besueshmërinë e fakteve. Megjithatë, jehonën që merr lajmi i pavërtetë, domethënë jashtëzakonisht i shpejt, i madh, dhe këtë fuqi domethënë veçmë si ka thënë domethënë bota e digjitale, domethënë bota virtuale, të cilat realisht sot ka njerëz të tillë ose gazetarë të cilët bijnë domethënë dhe madje mund të themi që ka edhe prapavjet të tjera domethënë të linjave të ndryshme domethënë ekonomike, politike etj. A mund të jetë problem ontologjik qendror? Njeriu e pranon, e beson ato që don dhe jo ato që ndoshta e sheh si argument. Kjo është problem ndoshta më i thellë. E vërtet, zakonisht njeriu domethënë e pranon atë realisht që e don se sa që është e vërtetë. Ta themi në gjuhën popullore, ndonjëherë shpesh herë domethënë është ndonjëherë më mirë domethënë i mydi se miradi, kur themi domethënë më mirë shpresa se gëzimi. Sepse pa realizueshmëria domethënë e një të vërtetë domethënë që e ka njeriu në brenda vetes, domethënë që theti domethënë është një problem ontologjik qendror, dhe nga ajo dëshira e madhe domethënë për ta bërë atë që s'mundet ta bëj, domethënë realisht domethënë e pëlqen shpeshherë domethënë atë që është e pavërtetë se sa që domethënë është e vërtetë. A mund të jetë funksional një ndërmjetësues, një palë tretë si fact checker të njohur, analizues i lajmeve dhe ne të mos mundohemi të analizojmë lajmet, informacionet, po ta bëj këtë punë dikush tjetër dhe ne ta kemi të gatshme të mos humbasim kohë. E vërtetë, domethënë ka unë e përmend edhe më herët, domethënë ka gazetarë të cilët domethënë mirën me vërtetësinë e fakteve si fact checker që quhen, dhe kjo bën jashtëzakonisht mirë, po tani ju thash domethënë kjo pjesa e mundësisë së hapësirës, domethënë që nuk e kufizon as hapësirën, domethënë por as nuk e kufizon kohën e internetit, domethënë natyrisht që pastaj ka edhe korrektime të ndryshme, ka korrigjime të ndryshme të lajmeve të cilat realisht janë të plasuara si lajme të rreme, lajme të pasakta, dhe mirë bëjnë që një pjesë e gazetarëve domethënë që mirën domethënë me këtë çështje të cilat realisht duhet të nxjerrin në pa, domethënë që opinioni i publik t'i kuptoj saktë si lajme të rreme, sa është në interes të qytetarëve, domethënë është në interes edhe të vetë gazetarëve në këtë rast, sepse jo vetëm protagonistë ndryshëm të politikës ose sferave, segmenteve të ndryshme jetësore shpeshherë domethënë pre e lajmeve të rreme ose si subjekti i lajmeve të rreme, domethënë mund të jenë edhe vetë gazetarët. Prandaj inkurajimi për të krijuar domethënë asociacione ose domethënë organizata të ndryshme të cilat realisht do të bëjnë domethënë një vërtetësinë dhe besueshmërinë e fakteve me atë që quhet fact checker, domethënë duhet të jetë i çdomodoshëm dhe duhet ende domethënë të vazhdohet me punën e këtyre njerëzve të cilët realisht domethënë mirën domethënë për ta denoncuar domethënë të pavërtetën dhe për ta thënë të vërtetën e cila domethënë shpeshherë mjegullohet ose shpeshherë kamuflohet domethënë përmes lajmeve të pavërteta. Po si është puna e demantit, prof? Pas një lajmi, publikimit të madh të një lajmi të rrem, si duhet bërë demanti më pastaj? Çdo herë demanti është më i pafuqishëm se sa lajmi rrem ndonjëherë, edhe pse shpeshherë ju thash domethënë kur merr jehon domethënë informacioni, natyrisht ka procese, për shembull kemi pasur edhe procese gjyqësore të cilat me lajme të pavërteta njerëz për shembull i kanë plasuar nëpër mediume të caktuara, madje kanë pasur edhe procese gjyqësore, vendime të ndryshme që janë marrë procese gjyqësore në dëm të këtyre gazetarëve. Realisht është dënuar domethënë një shtëpi ose dy shtëpi mediale të cilat realisht domethënë kanë plasuar lajme të tilla. Mirë po
është e rrezikshme kjo pastaj domethënë për punën e një personaliteti, domethënë çështjet e autoritetit, domethënë kur atakohet ose nuk po themi veç personalitet, atakohet shpeshherë ndonjë korporat, ndonjë kompani e cila realisht domethënë ka qenë cak ose goditje domethënë për të dëmtuar reputacionin apo imazhin e saj dhe pastaj është munduar domethënë me të gjitha fakte, me të gjitha argumentet domethënë që të bëjë një riparim të imazhit, që është pjesë e PR-it në këtë rast. Dhe kjo domethënë demanti sigurisht kur ka fakte domethënë edhe opinioni bindin, por shpejtësia e depërtimit të informacionit domethënë të rënd ndonjëherë duke e potencuar atë që edhe vetë domethënë që opinioni publik shpeshherë domethënë e kërkon atë që është domethënë që është e pavërtetë domethënë për ta kuptuar domethënë se çfarë në të vërtetë është aty. Dhe pastaj demanti shpeshherë domethënë natyrisht edhe nëse është në kohë domethënë nuk kalon domethënë në kohë të shpejtë sa që merr domethënë jehon lajmi pa vërtetë. Po, përderisa të kemi një edukim në nivel arsimor, cili është roli i prindërve. Përmendet pak a shumë, por çfarë mund të bëjnë prindërit sot për fëmijët e tyre që të mos gjenden përballë sfidave të tilla? Shikoni, e para e punës, domethënë prindrit nuk është kanë njohuri domethënë të fushës profesionale të medias, domethënë ajo çfarë prindri domethënë mund të bëjë domethënë në edukatën familjare e tij, domethënë është që të bëjë domethënë të thojë një lloj presioni pozitiv domethënë tek fëmia e tij, domethënë që mos të humbasë edhe shumë kohë domethënë në çështjen e përdorimit të media sociale ose mediave të tjera, jo vetëm media sociale, por kur e dim që media sociale domethënë është më e pranishme domethënë dhe më e konsumuar nga të rinjtë, ajo që e para punës duhet bëj prindëri domethënë që të ketë domethënë një bashkëpunim ose domethënë me fëmijën e tij në mënyrë që koha e cila është gjëja më me vlerë, domethënë këtë botë, domethënë çdo gjë mund të kompenzohet, çdo gjë materiale, ose edhe çështje të tjera, por koha nuk mund të kompenzohet, domethënë ne e dimë domethënë se çfarë rëndësie ka koha, domethënë edhe në aspektin vetar, domethënë e dimë rëndësinë e kohës, dhe kur fëmia domethënë është konsumues domethënë i kohës së tij pikërisht përmes mediave sociale, kjo është jashtëzakonisht e dëmshme. Këshilla, sugjerimi domethënë është që në këtë rast prindi duhet të ketë qasje dhe një raport miqësor domethënë me fëmijën e tij në mënyrë që të mos keq kuptime në këtë rast, sepse këshilla që mund të jep domethënë prindi në këtë rast kur raporti i tij domethënë është më shumë miqësor se sa prindëror, atëherë sigurisht që do të jetë domethënë jashtëzakonisht dobipruese domethënë në ndërtimi një karakteri dhe personaliteti të fëmijës së tij domethënë në të ardhmen. Dhe veçmas kur ka të bëjë domethënë me edukimin mediatik, jo çdo prind kuptohet domethënë është i mirë informuar domethënë për rëndësinë e edukimit mediatik ose për përmbajtje ndryshme mediatike, por ajo çfarë është e rëndësishme që kur ka të bëjë domethënë me një prind i cili në radhë të parë domethënë ka një bashkëpunim me fëmijën e tij, ka një përkujdesje domethënë prindërore domethënë që është në suaze të një kujdesi domethënë jo vetëm normal, domethënë që duhet të ekzistojë domosdoshmërisht, por duhet të ketë një kujdes i cili veçmas kur kihet parasysh se bota e internetit ka ofruar domethënë një horizont edhe të dijeve, domethënë ai mund të merr domethënë edhe dije, por më dhe nga praktika e përditshme domethënë kur e sheh që fëmia i tij humb kohë jashtëzakonisht të madhe, që i rrin fëmia deri në 2 ose 3 të mëngjesit duke përdorur rrjete sociale, duke përdorur përmbajtje të ndryshme, imazhe të ndryshme, duke përdorur domethënë duke prej domethënë siç e përmendëm më herët që të bëhet domethënë viktim ose identifikohet si një qenie vizuale i kapur nga interneti, atëherë është jashtëzakonisht kjo e dëmshme. Dhe unë mendoj që kjo përpos shkollës, domethënë e cila duhet të përmbajë domethënë kjo kurrikula ose ky modus të cilën e mësojmë në sistemin arsimor të Kosovës, edhe prindi domethënë me atë laicizmin e tij në edukimin mediatik, duhet paktën domethënë të ketë qasje domethënë edhe një qëndrim domethënë parimor në konsumimin e kohës së fëmijës së tij, domethënë jo në kuptimin e një rigoriziteti, sepse çdo rigorizitet pastaj edhe mund të keq kuptohet dhe shpesh edhe refuzohet kur ka qëndrime domethënë rigoroze, por në kuptimin e një pedagogu të vërtet të parë të fëmijës, sepse shkolla e parë, edukimi i parë fillon në shtëpi
Pastaj gjetju domethënë përfshi shkollat edhe institucionet tjera të cilët realisht pastaj e edukojnë dhe e profilizojnë domethënë një karakter në të ardhmen. Qartë, nëse nuk harruam diçka për të përmendur, profesor, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të sotëm dhe faleminderit që ju përgjigjet ftesës. Faleminderit po ashtu dhe për juve, për respektin gjithashtu dhe kënaqësi ishte për mua. Kënaqësia dhe jona. Dashur miq, ishte ky emisioni sotëm Z Podcast. Uroj të ketë qenë i dobishëm. Ne jemi kaq që po mbyllim dhe deri në javën e ardhshme, mirëmbëjtje. Natën e mirë, selam aleikum.